kam thënë dhe herë tjetër, që mbas 3 mandate, po mbas 2 mandateve, Rama përmisoi veten e vet dhe ekipin e vet, në ç'është kuptim. Flasim në termat, po them në termat ideal të emrave, të figurave dhe të njerëzve pa i hyrë pasaj problemit të si punojnë ose gjatë kohës se si performojnë në detyrë. Por po të marrësh Parlamentin 2013, grupi parlamentar të Partisë Socialiste 2013 dhe të 2017, kuptohet që aty brenda kishte elemente të cilët ishin të njollosur me aktivitet kriminal. Për trafikant, për prostitucion, kriminal, njerëz të dënuar me burg, edhe kjo ishte gjithë situata shumë e vështirë dhe që u krijua ajo që ishte pa imagjinueshme që brenda Parlamentit shqiptar u desh që Parlamenti vetë bëj ligj për të pastruar veten e tij. Jo zakonisht, po kuptohet që ligjet që dalin nga Parlamenti janë për aktivitetin gjithë shoqërisë, po jo të imagjinosh tash që vendi më i lartë, që është tempulli i demokracisë, është Parlamenti, do të pastrojë veten e tij. Ama në 2021-shin, prap pati, po jo shumë, po themi as me gishtat e dorës diçka e tillë, ndërsa në 2025, po shikosh listën nominuar nga Partia Socialiste në 2025, ndodhi e kundërta e Partisë Demokratike, ajo çka Partia Demokratike në 2013 në listë mirë, në 2017 në listë mirë, po themi në 2021 prap listë mirë, njerëz që nuk kishin me aktivitete kriminale shumë gjëra të tjera dhe me figura të pastra dhe të panjollosura, se kështu do të shikosh edhe listën e nominuar. Në 2025 Rama po shikosh nga 83 deputet, 53 janë 3 një herë për të parë në parlament. Lista e hapur ka prodhuar 136.400. 14.100 ka prodhuar lista mbyllur. Dhe këto janë, për hir të vërtetë, janë votat e Sali Berishës. Nuk janë as figura të tjera, se janë figura jashtëzakonisht konsumuara politikisht. Madje, falem nuk kam asnjë lloj paragjykimi për pensionistët, babai im 80 vjeç apo të tjerë, por kuptohet që ka brezi ka secili atë pjesën e vet që duhet të bëjnë aktivitetin e tij familjar, shoqëror, edhe të vetes personal. Tani është bërë një pjesë grup parlamentar pensionistësh. Nuk kam asgjë me të shema, po nuk kam asgjë më. Po si mund të menosh që gjirokasa nga 7 bashki, që ka dalesh 3-1 edhe të vazhdosh edhe ajo është për shkak formulës me 3-4.000 vota, as nuk i merr në gjirokasë. Është tmerrshme. Pse vetë drejtari do jam unë aty, do rrijon aty. Po a shkon kjo? Propozit në një kohë që ti nuk hyn luftë për të fituar, po hyn luftë thjesht për të bërë detyrën, për të pas sa emra sigurt aty në listë bankare e për tjetër. Dhe kjo e demonstroi tani me fillimin me 12 shtator të 2025-s të grupit parlamentar. Dhe ky grup parlamentar tani është jashtëzakonisht, unë mendoj që është po themi grup parlamentar i ri, po me lëdyrje i vjetër. Në ç'është kuptim? Vazhdojnë po të i patë që figura, 2-3 figura, po ato vazhdojnë të bëjnë kontestimet ose të bëjnë atë qasjen në gjithë format e gjithë mënyrat. Rama, tani, a flitet që ka ble vota, ka intimi du, po i ka bë. Po i ka bë, nuk diskutohet e punë. Por do të jam vetëm një shembull që të kuptojmë me listën e Durrësit, me listën e Elbasanit. Pse ne në 2021 në opozitë dhe Partia Demokratike ka bashkë me bëj fusë dhe votat e LSI-s ka 28.000 vota më shumë të 2021 se sa në 2025. Në një kohë po themi që a nuk ishte banda, a nuk ishte pushtet, a nuk ishte blerje votash, a nuk ishte intimidim, a nuk ishte dhunë, madje shkoi deri në ekstremi që patëm edhe viktima në 2021. Dhe prapë qytetarët na dhanë vota më shumë. Pse? Sepse ishin listë më mirë. Pse? Sepse ishin përfaqësuesit më të mirë. Pse? Sepse në 2025 u bë 6 bashki të tjera nuk u përfaqësuan vetëm Elbasani. Në një kohë dhe lista ishin njerëz të cilët nuk përdonin gjë, apo madje në aktivitetin e tyre 2005-2013 kanë qenë njerëz që merrshin para për emërime drejtorash, për mësuesish, për gjëra të tjera. Dini që nuk ta fal njëri. Dhe kjo është gjithë problemi që ka opozita e ka Partia Demokratike. Dhe merr Durrësin ti. Pse Durrësi mbajt rezultatin 8-6? Pse Olon Kalaja, një figurë e re, nga media, vetëm merr mos gaboj 8.000 sa vota në zonën e fushkruajës, kryesë që përfaqëson. Apo të tjerët dhe u mbajt rezultati 8-6, që do të thotë një listë e mbyllur, pse më dobta janë bandat në Durrës, më i dobta pushtetin Durrës, më pak para ka Durrësi, më pak blerje votash ka Durrësi. Jo. Pra që do të thotë,
në radh parti do të kesh ekipin tat i cili performon jam me integritet, janë njerëz të cilët e njohin terrenin, janë ushtar në kuptimin të fortë politik që grumbullojnë vota dhe nga tu fillon historia. Pjesa e Tiranës, du t'i them emra, se vjen me goshtit, me uluritur, që di që o shkoshin plash, o shkoshin ka shkuja shtetit, gjiro në periudhën që përdhohej, që ishte fushat elektorale, meriti edhe disa figura, as në media, as në terren, as gjë, punon gjithë të çket listë të hapur. To punuan. Yuri Dabaku merr 27 vota, merr Ilir Levmeti, mori dhurata Çupi, mori Muslim Urizi, këto mori vota si morën të tjerët. Pra të punonin shkretat. Pashë punoj, si thotë e fjalë urtë, punoj qorri, haj horri. Apo është të merr. Dhe kjo ka ndodhur në partinë. Rama nuk shikon që Luli apo Dashi mendon për Ramën, që nesër, si e mbam në për tavolina, e kujtona, nuk e ka siguri nesër, apo e mbam me goja, apo e përfleta, apo që gjëra. Kurse këto që menojnë? Këto menojnë që qoftë, si menon kjo për mua, që ka thonë filan tavolin, nesër e kam me vete, se kam të kështë gjërat. Kurse Rama mjafton për është vota, ama nesër ma qokën kë koka. Bim qok, vazhdo. Po kjo është aftësi liderit aty ose grupi që ti jesh brenda një force politike, që ti do dish ti mbash brenda atij grupi atij vathi, po themi, të partisë, që nesër të jenë aty në mënyrë, për në momentin që ti shikon që nda një kokër, 2-3 kokra, dhe gjithë tjetër pastaj shikon thjesht numëror, dhe gjithë pushtetet jep 2-3 vete, një vete, pastaj krijon pagrësisë, një familje e madhe është partia politike, ç'është, kontribute, shumë gjëra tjera. Rama nuk e bën këtë gjë. Pra të gjithë elementet që bëjnë për të krijuar një ekip të mirë, ai përdor të gjithë mjetet për të arritur atë. Siç e filloi 2013. Duheshin të fortë, fillojmë të fortë. Duhet kjo e bën gjithmonë këtë gjë. Kurse këto se bëjmë, këto thonë, o më do pëlqej fytyra ose pëlqen. Ora mund të kesh sa dushi nat lule për dashin. Pa bi vota. Nga këtu filloi historia. Pastaj mbrapa ti që i aftë me mënyrë se do ta kontrollosh. Kjo është historia. Po, unë nuk e njoh nga afër, por me sa kam unë informacionin tim, më thonë që përzgjedhja që ka bërë Rama atit, e ka bërë në saj të një opinionit krijuar përpara një apo 2 vitesh të një përpunimin e mbetjeve në fshatin në njësinë administrative Shtrmen, që do të thotë që e ka vlerësuar ministrin për këtë. Pra, edhe mirë, gjë e mirë është që po themi përdor termin fshatar i parë, që për bujkun se deri tash ministri bujqësie me kollara, njëri që se një fshatin, një bujkun, nuk di hallet, nuk di problemet, nuk di çanot atje, por njerëzit e shohin nga larg dhe nuk kuptojnë hallet fshatarëve, që unë që e di ç'do të thonë fshat, e di ç'do të thonë blektor që gdhihen shkretin kur në ver, qysh 5 mjesit e mbyllen deri kur sepse në vapët nuk punohet, e deri në 8 apo 9 darkës apo 10 darkës, është vutje. Dhe është shumë gjë e mirë që është një njerëz nga fshati sepse ka shumë problematikë fshati dhe po të flasim për fshatin, për skemën e subvencionimit, të shikosh për mënyrën e TVSH-s, shumë gjëra tjera dhe prandaj ndodhin gjithë probleme sot, që largohen nga fshati, nuk punojnë, ngelin toka djerë, ka prodhim të dobët e shumë gjëra tjera. Po shumë e rëndësishme për mua një zgjidhje që ka bërë Rama për sa përket Ministrisë Brendshme. Albana Koçiu është grua, është femër, që do të thotë mbas kaq vite, që në kohët e Enver Hoxhës kur i thonë komunizmit, edhe 35 vite për herë të parë që tregon për çfarë, sepse çdo burr që do vije, politikan kishte një dam nga mbrapa, o lidhur me filanin, o me bandën, ose siç i bëte opozita. Tani po, Albana Koçiu s'ke ç'a thuash. Që do të thotë, nëse ajo do të jetë një grua zonjë, do ta drejtojë mirë ministri që patjetër besoj ta bëjë gjë të mirë, dhe ka qenë gjithmonë një konflikt i pastë gjithmonë gjatë qeverive të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste, konflikti ministër, drejtor i përgjithshëm i policisë, që ministrat e pasojë politik ndërhynin gjithë kësaj komisariatit ke polici, që është budallik që ministri politik do të japë direktiva të rrugët të cilët duhet të funksionojë ministria, ndërsa kompetencë ka drejtori i përgjithshëm, ka drejtori i përgjithshëm. Pra ka qenë ky lloj dualizmi ose lloj konflikti që ka prodhuar dhe konflikte shumë të forta, që kohën e Sami Tahirit, çfarë bëte njëri, çfarë bëte tjetri, si mbushëm me hashash një zonë, si ma një band, ka pasur shumë probleme. Dhe shpresoj dhe uroj dhe
ministra e shëndetësisë, të cilët siç kanë pasi vinë, është një figurë jashtëzakonisht e përgatitur, një madje shkencëtare, si kam lexuar si vinë gjithçka, besoj që pika jashtëzakonisht e dobët që shëndetësia kanë është mizerabel, që duhet të jemi të qartë dhe shpresoj që duke qenë një grua e tillë, çka pa eksperiencë, flasim për spitalin e Madh Xhemeli që është në Rom, do japi një kontribut, do ishte jashtëzakonisht pozitive. Tjetër gjë është një mjedisit, kam lexuar edhe për CV-n e tij djalit, nuk e njoh fare, po sipas CV-s njëri me shumë goxha aktivitet në fushën e mjedisit, Jaupi si kishte, pra ka pozitivitet. Tani për të kërkuar për të parë edhe gjëra edhe në kuptimin që mund t'i vësh edhe bishta pa diskutim që ka edhe, që t'jemi qartë. Ka edhe disa emra të tjerë, të cilët ka qenë ndërkohë shumë herë tjera, vazhdojnë, por gjithsesi unë mendoj që risi. Shikoti mbas 11 majit të 2025-s. Ku ke opozitën? Përjashtu Sali Berishën, që del konferenca shtype për gjëra tjera, nëse kujtohet që disa ditë me grip, 5-6 ditë, unë mund sëria PD-s. Sytë njëri, s'kishte njëri. Mi gjemo aktivitetin e gjithë grupi parlamentar. Çfarë bëre Rama? Demagogji. Demagogji është. Që mori trit, grupi parlamentar, bori akademin e deputetëve tri, bori gjoja lecione, gjërat e puna ti, por tregon që ka aktivitet. Grupin e vjetër parlamentar, që tregon që ka aktivitet. Ky se mblodh një herë as grupin e ri parlamentar, as grupin e vjetër parlamentar, as një lloj aktiviteti, ke parasysh që ndodhi me Elbasani, me djegjet, me zjarret, me inceneratorën, me gjithë, mbeti gjithë, zero aty. Tani o ka dy gjëra, o këto kanë gjithë frikë s'dalin, janë burra pak këllçe apo zonjat të cilët nuk dalin për aktivitet politik, ose kanë urdhën nga Sali Berisha që do dalin vetëm në televizor, në media. Kurse PS-ja ka një qasje tjetër. Dhe në këtë rast, kështu është tash. Pra aktiviteti ishte shumë i dobët. Ka figura. Ka, por do të iki nga hija Berishës. Do të iki nga hija e Partisë Demokratike në kuptimin brenda. Ka më brenda. Ke Juri Tabakun, ke Ilir Ali Mehmetin, ke figura tjera, më ka. Dhe janë njerëz me integritet dhe kanë demonstruar që i duan qytetarët, por nuk duan këto drejtuese, këtu është problemi. Nuk ka njëri që çoi Juri Tabakun, Ilir Ali Mehmetin në Tiranë, mori vota pafund. Edhe më të shumë se sa Ogerta, në kuptimin po ta bësh krahasimin pa Partinë Socialiste mbrapa që ka atë makinerinë e gjithçkaje. Që okay, ekziston ajo, po që do të thotë ti ke problemi me makinerinë tënde, që s'ke të ndjek makineria jote ose nuk të suporton makineria jote, që është Partia Demokratike, drejtuesi Partisë Demokratike apo strukturat të cilat janë përçar, janë zhgarravitur në kuptimin përgjatë tyre 4 viteve, sepse ke pas aksione që ke pas me 30 antar, ka kaluar me 5 antar, ke pas grup seksione me 50 me 100 antar, i ke tani për shembull me 30 apo me 20, apo pse? Sepse ka ngel vetëm të foltorës, pjesë tjetër i përjashtuan, i larguan, vazhdojnë luftën brenda vetes, brenda llojit. Thonë ky nuk është me ne, ky është me Bashën, ky është me këtë. Ky është problemi që ka sot opozita që ka Partia Demokratike Luli. Jorita Tabaku, Ilir Mehmeti, apo Ervin Saliani që ka qenë nga Burgu, apo ka edhe disa figura tjera i kanë thënë. Nuk e kanë thënë më të madhe me të budallikun siç kam thënë unë, por prap ka më qëndrime. Megjithatë që unë nuk kam asgjë me atë, nuk kam një miqësi me Juri Tabakun, nuk kam një miqësi me Ilir Mehmetin, por Ilir Mehmeti ka artikuluar teza, ja kanë bërë edhe momente që ka vëhile, ka reaguar, nuk ka reaguar edhe mos harro, që aty mërën është një folje grerdhash, ti do edhe një farë mbijetese politike, kalon hecën në një tel, ose një fushë minuar, se me ato me rastin e Bujaleskës të funit. Një goj hapi, një 3 sekonda folej, që nuk ishte dakord për kryetarin e grupit, çai bën ato? E pe çai po ndarë këtë? Rri me këtë, fle me këtë, plash me këtë, ti këtu, mos hajde më ke partia. E kupton ç'të bëjnë këto? Pra kjo që nuk mund të gjykosh totalisht në këtë formë këto, si bie që o do ikësh pasaj fare se ato të duan. Ik thon ato. Ato nuk e kanë përgjigje që thonë ik më ik, vetëm të rrinë ato 50, 20, 100 vetë ai duan ato. Ik më ik gjithë tjerat. Edhe Partia Demokratike ka demonstruar 35 vite. Vetëm sa partia krijuar në Partinë, sa grupe kanë, sa kanë ikë demokrat, sa figura të nderuara, sa intelektuale shumë pafund. Kjo është. Edhe nuk mbaroka.
PD-ja tani nuk i vetë dot emër, realisht. Nuk i vetë dot emër. Për mua është kthyer në një, po themi, familje, grupe të saktuara, ose individës, jo grupe, një individ saktuar, shumë pak me gishtat e dorës, që kanë për interesa personale dhe bëret biznes. Kështu shikojnë Partitë Demokratike. Pse shikoj kështu? E shikoj kështu sepse këto nuk kanë ndërmend ta zgjerojnë gjën. Me fjalë flasin të bukura kështu gjëra. Por realisht në praktikë në terren jo. Nuk kam gjë më beso absolutisht për problemin tim personal. Pse nuk qesh unë? Se kam thonë tu tek ju dhe vend tjetër. Po më nuk ka dashje, do vi luri, po më performo më lart, në rezultat më të mirë. Po jo 4 herë më keq. Pse ndodh në mes tjetri. Pra këto nuk e kanë, pra këto duan besim aty, duan njerëz aty dhe ky është problemi pra që kanë ato dhe e shikojnë pastaj për të bërë biznes në kuptimin që tani ja këtu jemi ne, këtu jam unë, këtu janë kolegët e mi disa. Pse si më përfolën për afera? Pse si më folën për tendra? Pse më folën për fisin, për njerëz që të kemë? Pse për si më folën për kulla? Pse më folën për gjë? Po to përfolën. Ka marrë njëri, ka marrë tjetri, thonë, e marrë çfarë ti thosh tash? Ku i gjem? Tani, pse s'kam un video të tim radhima, ç'kosh ajo ku dëgjon në gjithë Lalzit apo Green Costa apo çan ato të tjerë, Jala apo ku di skemi ne. As me pushim, s'ka mundësi aty, se do 500 euro ta kesh i vil. To e kanë. Po si e ke? Po si e bërë me shkretën? Të veshës pagun, ta time s'pagun, privat s'ke pagun e herë. Familjar tu, grua, bashorte, apo burri, apo fëmijë s'ka punu e herë. Ç'u shek ti punë? Berisha është e fjala urtë që i lumë të hec kali në urë, në ç'kuptim. E patëm në kryetar, i patëm sekretar, i patëm gjithë strukturët ato. Ta janë, nuk burra të cilët kesh partitë si që Lulbasha, si që kishin gjithë tjerët, edhe të vita marri njëri me të forme, e morë sepse jam i bin 1000% që s'ka qenë asherë kryetari i Partisë Demokratike, ka qenë thjesht një CO, ka qenë thjesht një administrator, dhe është marrëveshje e plot, me mënyra se si erdhi. Se s'kishte pika parë, s'kishte pse ta pezullonte, ta largonte Berisha në atë forme, pavarësisht që i fryn mediat që e larguante. Nëse ai ishte njëri i mbaruar politikisht në kuptimin, ishte thjesht deputet, nuk i bëte në dëm Partitë Demokratike. Por për mua ka qenë strategji e të dy palëve, e mirë organizuar, e mirë menduar, që të vinë me duke rrit deri tensioni midis demokratëve, se merr vetëm një rast, 17 dhjetorin kur bëri Berisha në stadium. To tha, do vi tha me datë 8, do vi tha. Po pse s'vjen me datë 20? Si ishte blindu? Po pse 25? Si ishte blindu? Ky tjetër vazhdonte blindu, këto tjetër, to që ka afër Berishashi, boshin lloj blindimi, bunkerizimi, çatu më të gjithë me hekra, me gjithçka për ti. Pra, edhe bën atë që bën që i çun konflikt me 8 janar gjithë demokratët. Pra tregon qartë që po do të për ta marrë vitej 3 ditë të tjera, ka ditë tjera, po më do që të rrishin tjerë aty, edhe 6 marsi është shumë gjëra që tregojnë pra që ka pikpyetje shumë të forta, sepse nuk do dalë s'do Lulzim Basha një herë që të flasim. E përmend një herë më Lulzim Basha Berisha? Ma gjej një herë. Një herë. Ka marrë 11 maj, ka përmend një herë? Zero. E ka përmend një herë për gjëra shumë caktuara pa afera për gjë? Zero. Që vetëm Lul Brava, kaq. Lul Brava, Besyri. Po të kishe gjëra të tjera ose nuk di ka vëri ditë shumë, se ka pas ministër, ka pas Si ja tani herë? Sa kuzoj? Tu ta mbaroj. Tani Rama. Po më në mos ishte Rama. Ishte Ram tjetër. Nuk i intereson të rrinë në këtë gjendje? Pse kërkon kundërshtari? Unë s'e kërkoj kundërshtari më një. Sepse ti del vet shiplak për jashtë, edhe thotë po pse filmon ato, pse pa mula kuriq. Po të çohin në sy janë ato të tjerë. Edhe kundërshtari intereson që ti je cop ti. Po ti rrugësh shpintade. Ti ke konflikte me vllajën, me motrën, me babën, me nunë, me gruan, me nonën, me gjithë njëri tjetrin. Nuk rregullohesh vetë, s'u bëj apo komshiu mua, si do komshiu. Nuk është kjo qasja. Ju jam duke Berisha e di që nuk e ka fshën dot Ramën. E di që nuk e mund dot Partisë Socialiste. E di sepse edhe 2005 më fjalë që ne fituam sepse ose 2009 që kam qenë aty brenda, 2005 ishte se u lejuar rotacioni realisht, por ne ishim sistem majoritare, kemi fituar me vota personale si deputet. Nuk kemi fituar me vota partie. Në 2009 me ndryshimin e 21 pritit në 2008-s, sigla e Partisë Demokratike është shumë herë më e dobët se sigla e Partisë Socialiste, 80 vjeçare me një 35 vjeçare, do ta kuptosh këtë gjë. Dhe djata fiton me figura të forta politike. Pse fitoshin komunën e Luli?
Gjy komuni fitoshim ne numër, kurse bashkitë e mëdha fitohet PS-ja. Sepse në figurat fshat që ishin figurat të djatha që i njëse fshat, ishin më maturuar mirë, edhe i jepnin votën. Nëse në bashkitë më vështirë. Dhe tani Berisha e di që nuk e mund dot PS-n. Mjafton thot Rama të ketë ketë gjithçka për shtetet tjera, unë aty jam përfitues me gjithë drejtimet, me benefitet gjithë gjëra të tjera. Kaq është thjesht kjo punë. Me 4-5 vjet të tjerë, me 6-7 vjet të tjerë. Gjithë tjerët pastaj janë rrogtar aty, edhe grup elementar që jemi të qartë. Jemi të qartë. Humbi, ti ke mos aty. O 81 vjeç. Troj shalla 120, 200 pëtesh, e di zotit e punë. Por ti e bi dot pushtet? Jo. Sot po të bëj një krahasim. Të vesh në bank sot, në gjithë bankat nivelit 2, nivelit parë, nivelit 2, të shkosh të marrësh kredi, po je në mbi 65 vjet s'jep kredi. S'jep kredi, se thotë ke rrisë, nuk mbaj shtyt dot kredi, thotë nuk ta jep ti gjërat. Po ti të një vjeç të mundesh Ramën ti. Nuk e keni dhënë Partinë Demokratike. Po pikërisht pra, gjithë pasuri. Shoqërisë, nuk është puna vetëm për demokratët. Thotë po s'pat ekuilibër, një qeveri e mirë, e përgjeshme, është kur ka një opozitë fortë përballë, që e kontrollon, që e denoncon, e bën gjithçka. Kurse një qeveri bëhet arrogante, bëhet e korruptuar, kur ka një opozitë marrume, gjithçka përballë. Ka që thjesht, kjo është sistemi demokratik më. Çka ke balancë është kontrolli, dhe opozita mban në shina qeverinë. Ndryshe natyrë njerëzore është e ikën njeriu. Do ta bësh gjithmonë krahasimin dhe me kundërshtarin. Çfarë bën kundërshtari, çfarë bën ti? Çfarë metri përdor kundërshtari, çfarë metri përdor ti? Tani kundërshtari, që është PS-ja Rama, përdor një metër tjetër. Kush është metri? I figurave të forta, figurat që prodhojnë vota, figurat që kanë rezultate dhe i emëron aty ku duhet të emërohen. Çfarë bën opozita? Figurat që janë më të dobta, në kuptimin rezultat, që qytetarët nuk e votojnë, demokratët nuk e votojnë, i promovon. Pse? Se i do kështu Benjamin dhe vetë, që i do aty që t'jenë nështruar, që i do aty që t'i ketë gjithmonë me të sen, që t'ja kujtoj, dhe kështu e ka bëj gjithmonë, edhe ministri që i mbani me trajnë Shërgus, edhe këtu jethot, e ka mund, jetën tate politike ndorë. Ka fillu që në cenjisht ndoshta me dosjet e sigurimit shtetit. Po pikërisht pra, kjo problemi pra, pse flasu në lullë, se jam i lirë, jam shpirti i lirë, pse më përzimi gjë, i kam thënë, e sfidoj të Berishën, Lamër Nokën, Albana Vogjën, gjithë, dalin thotë, dhe surit e kemi dhënë këtë gjë. Me këtë kemi bërë këtë aferë, të dalim të thonë, s'kam frikë, s'kam pse, se kemi bërë gjithë. Pra, esha i thuti, do t'kesh integritet, pra, që të dun, motor, të dun t'jenë, edhe politikan, hem gangster, hem hajdut, hem imoral, për nuk bërë gjithë. Një ditë kjo të ndodhi, edhe në politikën tërësi, po pa tjetër dhe mrena e Partisë Demokratike. Sepse ka ardhur momenti Luli, që mbasi më të madhe, unë që i takoj njerëzit, se jam njeri që kam kontakte jashtëzakonshme, po them, në terren e kontakte, dhe njerëz të cilët kanë qenë pro Berishës 100% para 11 majit, përpara 2 vjet më hashin mua për sysh për të vjetë, që ky Berisha ai rrezon Ramën, ai bën këtë. Tani ka thonë, nuk shtyhet më. Nuk e tërheq më karrocën. Janë ndërzuar. Si merret pushteti? Pushteti merret me votë, me mjete politike, ose me dhunë. Me revolucion. Çfarë bën Berisha tani? A thotë është regjim? A është narko-regjim? A është kështu bandit gjithë? Po. Atëherë, ti pse vazhdon të jesh shtojës e regjimit? Ta ligjërosh regjimin, të shkosh në parlament, të bësh marrëveshje, siç bëre marrëveshje për amnistin penale, siç bëre për 26 korrikun për kodin zgjedhor, siç ke bërë shumë gjëra të tjera. Se ky regjim nuk lindi sot. Ky regjim lindi ditë pas dite, javë pas javë, muaj pas muaj, vit pas viti. Duke qenë ti aty. Çfarë bëre ti për ta parandaluar regjimin? Si të bashkëpunove ti me regjimin? Tani regjimin e mundot me votë? Ti thua se mundot me votë. Po pse vazhdon ti të atëherë që dalësh në zgjedhje të vesh votë atëherë? Dil në rrugët, dil bëj protesta, dil rrethoj institucionet, dil shembe këtë regjim, dil bëj dhunë, siç ndodh në vende të tjera, siç bëj për këtë. Por ama nuk e bën dot. Pse se bën dot? Se s'të ndjekën njerëzit, s'të ndjekën mbështetësit,
se ndjekin qytetarë shqiptar, se ndjekin demokratët, sepse nuk janë budallë të vinë tani të vritën e të pritën këtu për këto që thonë ushqen edhe pasuron me djesën dhe gjakun tonë. Dhe kjo është të kesh moralin që të vinë të ndjekin njerëz mbrapa, nuk të ndjekin më. Pra, kjo del zbuluar gjithçka që këto janë, që sharak në atë çka thonë, që nuk është e vërtetë, ti je thu regjim, por ti regjimit bashkëpunon, ti me regjimin punon, ti me regjimin bën biznes. Kjo është problemi. Ka që thjesht është kjo gjë. Ka vakum politik brenda opozitës është edhe ka hapësirë sa duhesh. Nuk e shtyp dot Berisha. Gjë, dashtat. Berisha të shtyp nga gardhi i Shqupit ose i PD-s deri aty brenda gëzyra aty, të shtyp aty. Aty thot to prona ime, siç e ka partia ai, siç e ka regjistruar në gjykatë, por vetëm thjesht nuk ka certifikat porosie, se do të hipoteka certifikat porosie, por ka certifikat porosie e ka pronë vetën. Aty thotë, këtu mos prek. Ik bëj çë dush, si të reson. Po i më ik bëj çë dush, krijoj lëvizje, krijoj gjëra, por më aty të ke shans zero që ta përmysësh. Po them lëvizje brenda apo jashtë? Nuk ke shans, i zjer për leckësh për jashtë. I zjer për leckësh. Të garantoj këtë. Të garantoj të zjer për leckësh për jashtë. Dhe nuk ka për të ndodh. Sepse për sa kohë që ai mendon që shumica e demokratëve ka ai, që realisht ke zhvillime të forta nuk do e ketë më, por këtë jemi bin 1000%, po 1000%. Siç që bar lëvizje me agronshehen me tjerë, krijon lëvizje të tjera, kjo është në dëm të opozitës pastaj. Pa diskutim. Po është dëm, se do bosh prapë copa, se do marrë copë tjetër ai. Do marrë copë, pavarësisht të copë më e vogël. A kupton në këtë aspekt e kam? Edhe këtu përfiton, unë mjafton të jetë copa më e madhe. Të jem dyshi mas qeverisë, e jam rregull, kam emrin në opozit. Nuk i intereson, u kënaqej me 50. E peti vuzë të tyre vesh. Pesë të tyre, rregull thotë. Ne jemi opozita. Por pavarësisht që në vend 40, vend 30, prapë ne jemi. Pra unë jam 100 herë më mirë një lëvizje të fortë, të re, edhe pa mënyrë me këto, se sa të rish po aty pastaj edhe të thotë ja se po demoralizosh. Nuk ka shans të demoralizosh, nuk e ke shans, nuk e ke shans. Nuk e ke shans më ti. Po ja peti. A tha njëri, kaq mjafton, se libri për merr vetëm 2 fjalë. Tha, nuk e zgja kryetari kandidatin, kryetarin e bashkisë, deputetin. E zgja antari. Ç'është statuti? Statuti është kushtetuta e partisë. E shkeli, i e grisi kushtetutën e partisë. Fiton primarët, shtëpi, X, Pierre fare, i duon thot, që duon, besnik të mi. Do vi tani Neni Basha, i famshëm Neni Basha ja. Nuk tha, si çka kjo punë, po shpu kam unë, me punë që pastaj vjen, ruajti votat. Vuajmë votat. Merë ushtar, zje njerëz, zje ekipin, njerëz që luftojnë. Kaq. Po jo ti tash që po mi vë mu, viktima unë, çka viktima ti? Vazhdo ti viktima. Vazhdo politik, vazhdo të kesh rrogën, vazhdo të kesh benefitet, vazhdo të kesh gjëra, çka ke punë mirë, çka viktim duke vazhduar aktivitetin tatë të jetosh mirë. Kjo është qëllimi. Pra, ti ik, hap rrugën. Pra nuk e bën këtë gjë. Edhe kështu nuk ka demokracinë të mëna, ka kry punë. Demagog, i lum, i tërheq pas vetës, tani ata po bien, por vazhdon me këtë rrugë. Edhe një pyetje. Të garantoj që figura Peqin, Cerrik, Belesh, kudo ka. Me rastin e Beqit. Vun një burr zotni, Pedri Qypin. Na e mori me burgun e Kosovës. Që është sa fort është PS aty në Belç. Edhe 2021 kur isha unë. Edhe 2025-ën e ngushtuar me rezultate më të mirë për 35 vjet në Belesh. Pse? Po su jetë njeriu. Që gjithmonë ka njerëz. Po ka njerëz. Por njerëz e mirë nuk vinë ose nuk afrohen në lloj forme sepse këto do pyesen pra. Ore, ç'i shkon ky? Duket se ka shoqëni me dashje ky. Duket se ha buk me tjerë, pimë atë. Ne çka na ka thonë me nuk i afrojmë, nuk duan atë, nuk duan. Nuk duan o lul. Nuk duan, dhe këtë të garantoj që nuk duan. Dhe kjo është sigurt 1000% që po ju them. Ky është problemi. Ç'e më ram, atë thamë një tjetër, I gjen mënyrat mjafton. Sot jo bëj djallë. Hajde këtu, fito thotë ai, vazhdo përpara.
Këto nuk e bojnë. Ka, por druaj që edhe 2007 edhe tani do vujnë për kandidat, për komisioner, po që s'bëhet fjalë, se me të që i bën komisionerëve këto që i qunë, të merrun sa ditë mas më the gjumë që shqyqyt ishin, s'kishe falsifikime, s'kishe gjëra që ishin gabime njerëzore, se këto i bën komisionerët dhe vetën, e këto se do të me siku që thonë na i vohen këto, thush për komisionerët tuaj që ata çka kanë mbrojt votën, kjo problemi këtyre aty.